5 orë përballjet e Parlamentit shqiptar, protesta 33 ditore u zhvendos sot në hyrje të Parlamentit për të protestuar kundër deputetëve në hyrjet dhe daljet e tyre me simbolikën e gjuajtjes me vezë dhe sloganin "Nuk na përfaqësoni, dorëzoni mandatet". Mirëpo, sikurse edhe 2 ditë më parë, situata u përshkallëzua ndjeshëm, përplasja e protestuesve me policinë u bë e pashmangshme. Forcat blu përpoqën që të krijonin kushte për hyrje-daljet e ligjvënësve, por protestuesit ishin në revoltë të pandalshme, duke hequr gardhet metalike rrethuese, duke sulmuar me to edhe mjetet e policisë. Protestuesit u përballën me kundërpërgjigjen e policisë. Kjo e fundit nisi dhunën dhe arrestimet në masë. Protestuesit në këtë moment u përballën edhe me gaz lotësjellës, duke bërë që shumë prej tyre të merreshin me ambulancë dhe të dërgoheshin në spital për ndihmë mjekësore. Të plagosur pati edhe nga radhët e protestuesve edhe në ato të policisë. Blut nisën arrestimet dhe kjo bëri që protestuesit të zhvendosnin protestën e tyre në komisariatet ku mbaheshin të ndaluarit dhe të kërkonin lirimin e tyre të menjëhershëm. Nga ana tjetër, zyrtarët e Ministrisë së Brendshme vizituan te trauma policët e lënduar. E gjithë kjo situatë solli reagimin e ashpër të mazhorancës, e cila i cilësoi protestuesit si kriminal dhe me lidhje jo vetëm iraniane, por edhe ruse. Protestuesit artikuluan sot edhe një apel urgjent për ndërkombëtarët, ku kërkuan ndërhyrje urgjente të këtyre të fundit për të ndalur regjimin e Ramës siç e cilësojnë ata. Duke qenë se situata precipitoi dhe objekti sulmeve të protestuesve ishin edhe vetë ata si opozitë shitur, demokratët bojkotuan seancën plenare dhe kjo e fundit zgjati fare pak vetëm me praninë e socialistëve. Një deputet i Tom Doshit ishte ai që në momentin e hyrjes në parlament provokoi protestuesit, shkasolli dhe ashpërsimin e revoltës së tyre që në minutat e para të protestës së sotme. Byroja kombëtare e hetimit arrestoi në Durrës Hadi Çobën, i kërkuar nga autoritetet italiane si një nga drejtuesit e dyshuar të një rrjeti ndërkombëtar të trafikut të kokainës dhe heroinës. Operacioni u zhvillua vetëm nga Byroja kombëtare e hetimit, pa praninë e policisë. Sipas hetimeve italiane, Çoba koordinonte nga Shqipëria transportin e drogës drejt Italisë dhe bashkëpunonte me Elvis Doçin, i njohur si Visi i Pojës. Arrestimi vjen në vijim të operacionit ndërkombëtar Ura, ndërsa priten detaje zyrtare nga SPAK dhe BKH. Seanca gjyqësore për dosjen plumbiar të shtyrë sërish, këtë herë për shkak të mungesës së avokatëve të disa të pandehurve. Gjykata e posaçme saktoi seancën e radhës më datë 16 korrik dhe paralajmëroi se mungesat e pajustifikuara nuk do të tolerohen, duke paralajmëruar gjoba për avokatët. Gjykata vendosi gjithashtu pezullimin e afateve të paraburgimit deri në vijimin e procesit, i cili është shtyrë disa herë. Hasan Feracaku, i dyshuar për përfshirje në masakrën e Velipojës të vitit 2021, është arratisur nga banesa në Shkodër, ku mbahej në arrest shtëpie në ruajtje policore 24 orë në ditë. Ai ishte në këtë mas sigurie pasi i kishin përfunduar afatet e paraburgimit. Feracaku akuzohet për ngjarjen ku pas një konflikti për shezllongët në plazh mes familjeve Feracaku dhe Gocaj, humbën jetën 4 persona dhe 2 të tjerë u plagosën. Policia po e kërkon, ndërsa ka nisur hetimet edhe për mënyrën se si ai arriti të largohej pavarësisht mbikëqyrjes së vazhdueshme. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi dënimin me 17 vite burg për Erion Lapushin, duke e shpallur përfundimisht fajtor për vrasjen e Gazmend Kurmakut. Ngjarja ndodhi në tetor 2021 në një lokal në fushë Labinot pas një konflikti për një tavolinë të rezervuar. Sipas hetimeve, Lapushi e sulmoi Kurmakun, i cili u rrëzua e humbi jetën si pasojë e goditjes në kokë. Policia ka arrestuar Roland Sulën si një nga autorët e dyshuar të dhunimit të analistit Ilir Demalia, ndërsa bashkëpunëtori i tij është shpallur në kërkim. Sipas hetimeve, ngjarja në Tiranë dyshohet të ketë ndodhur për motive të dobta dhe jo politike. Demalia ka deklaruar se u sulmua pasi denoncoi automjetet parkuara në mënyrë të paligjshme. Hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes vijojnë. Gjykata e Korçës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për Nikola Agollin dhe David Priftin. Të dy të arrestuar pas plagosjes së 35 vjeçarit Brian Syzo në Pogradec. Sipas hetimeve, Agolli dyshohet si autori i plagosjes, ndërsa Prifti si bashkëpunëtor. Pas ngjarjes, autorët u larguan dhe u ndanë në drejtime të ndryshme, por u arrestuan brenda pak kohësh nga policia. Hetimet vijojnë për zbardhjen e plotë të motivit dhe rrethanave të konfliktit. Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur rreth orës 4 të mëngjesit të sotëm në një lokal në lagjen Pavarësia në Vlorë. Dyshohet se në derën e biznesit ishte vendosur lëndë plasëse e dyshuar tritol, duke shkaktuar dëme të mëdha materiale edhe dëmtimin e një automjeti aty pranë. Fatmirësisht nuk pati persona të lënduar. Policia dhe ekspertët kriminalistik po hetojnë ngjarjen për të zbardhur autorët dhe rrethanat e shpërthimit. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka përfunduar hetimet për një fraksion të dosjes së inceneratorit të Tiranës dhe ka dërguar për gjykim 10 persona, mes tyre Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto.
Të pandeurit akuzohen për mashtrime, pasoja të rënda dhe pastrim parash në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. SPAK thekson se hetimet për pjesë të tjera të dosjes së inceneratorëve vijojnë. Përpos Mirel Mërtirit dhe Klodian Zotos bëhet fjalë edhe për Dashamir Ymerajn, Ariola Kodrën, Denisa Tollkuçin, Elton Buallin, Renaton Albanin, Giuseppe Cafalionen dhe Mark Ricard Lapat. Sipas organit të akuzës, të pandeurit janë përfshirë në veprimtari kriminale brenda strukturës së mirë organizuar. Italia po përballet me moto ashpër me alarm të kuq për përmbytje në rajonin e Venecias dhe paralajmërime në disa zona të tjera. Stuhit kanë sjellë rreshje intensive, breshëre, era të forta e dëme materiale, duke shkaktuar probleme në transport dhe ndërprerje të energjisë elektrike. Ndërkohë vala e të nxehtit po zbehet, ndërsa parashikimet tregojnë për mirësim të motit në ditët në vijim. Një zjarr i madh ka përfshirë një spital në Ludwigslust të Gjermanisë gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm, duke shkaktuar 2 viktima dhe të paktën 30 të plagosur. Flakët kanë shpërthyer në çatinë e godinës, ndërsa pacientët dhe stafi janë evakuuar menjëherë nga shërbimet e emergjencës. Spitali u boshatis pjesërisht për siguri, ndërsa të plagosurit morën ndihmë mjekësore. Autoritetet gjermane kanë nisur hetimet për shkaqet e zjarrit. Gjyqi ndaj biznesmenit maltez Jorgen Fenek ka nisur me akuzën se organizoi vrasjen e gazetarës investigative Daphne Caruana Galizia në vitin 2017, duke paguar 150.000 euro për atentatin. Fenek i mohon akuzat, ndërsa prokuroria pretendon se ai koordinoi gjithë planin, nga gjetja e ekzekutorëve deri te pagesat. Vrasja e gazetares, e njohur për hetimet mbi korrupsionin, shkaktoi krizë politike në Maltë dhe çoi në dënimin e disa personave të tjerë të përfshirë në atentat. Rusia ka ndërmarrë një sulm masiv me raketa dhe dron ndaj Kievit, duke lënë të paktën 10 viktima e 10 plagosur. Sulmet shkaktuan zjarre, shëmbje ndërtesash dhe dëme të mëdha materiale, ndërsa ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet nën rrënoja. Presidenti Volodymyr Zelenski paralajmëroi më herët për një ofensiv të re ruse, duke u bërë thirrje qytetarëve të shtonin vigjilencën. Bilanci tragjik vijon të rritet në Venezuelë pas 2 tërmeteve të fuqishme të pak ditëve më parë. Deri më tani raportohet për 2295 viktima dhe mbi 11.000 të plagosur. Qindra mijëra persona rezultojnë të zhdukur ose të prekur nga fatkeqësia, ndërsa frika është se numri i viktimave mund të rritet nga dita në ditë. Qeveria ka shpallur 7 ditëzie kombëtare në nderim të viktimave të katastrofës. Një helikopter ushtarak MH-60 Seahawk i marinës amerikane ka kryer një ulje emergjente në detin arabik, duke lënë 3 anëtarë të ekuipazhit të plagosur, të cilët janë transportuar në aeroplan mbajtëse USS George W. Bush. Një anëtar i 4 rezulton i zhdukur dhe kërkimet për gjetjen e tij po vijojnë. Autoritetet amerikane kanë bërë me dije se incidenti është ende nën hetim, ndërsa nuk ka shenja për një sulm armiqësor.